Përshëndetje dhe mirë se erdhët tek episodi I dytë I Shija Kuzhinës. Ndodhemi te Gostia, restoranti me gatimet më të mira në Tiranë. Po zgjedh të ulem të ky këndi këtu, se që nga si një priven e mes të natyrës. Ndërkohë që po shijoj këtë qetësi, ftojmë administratorin e restorantit Gostis, Olsin, për më shumë detaje rreth kuzhinës. Si e love? Si ka gjëra? Keni zgjedhur vendin më të preferuar duke Gostia. Kjo pjesa këtu është e gjitha po shpenga. Po. Dhe është shumë e preferuar për njerëzit. Edhe për mua tashmë. Që ishte e dukshme. Mersi që të bashkëpunojmë përsëri së bashku. Atëherë ne Olsi do doni të ndinim nëse ne vim si klient tek juve për herë të parë ose të vazhdimisht. Kush do ishte pjata që do na sugjeronit ju që duhet provuar patjetër te Gostia? Në fakt ne kemi sugjeruar, kemi promovuar shumë pjata të restoranti jon, por tani jemi duke u zgjeruar te pjesë e kuzhinës, ke artikujt, ke mishrat, kështu që kemi shtuar një sektor të posaçëm që po e bëjmë vetëm me prush dhe çdo gjë do bëhet në prush. Kështu që besoj çdo pjatë që do bëhet në prush ka një shije të veçantë në krahasim me pjekjet që bëhen në zgarat me gas apo diçka, që mëri ka diçka shije tjetër. Më të preferuarat janë pajdaqet e qingjit, pajdaqet e viçit, fiorentinin në kërkojnë shumë, tibon, tomahawk. Janë një sër artikush ke pjesë e mishit që po na bën një restorant që të jemi të prirur te mishi. Nëse mund të na thoni prapërsisht, brenda javës, sa mund të jetë kërkuar nga klientët ky lloj pjate? Përfshirë më bashkë me këta lloj mishra. Po ti mosh të gjitha shkon një numër relativisht I lartë. Por pjesa që ka më shumë kërkueshmëri është fundjava normalisht, se jemi shtunë, diel, jemi pothuajse plot. Po, në ambienti është goxha familjar. Normalisht, pjesa më e madhe e klientëve tanë, më them mbi 80% janë familjar. Janë njerëz që duan të largohen zhurmës Tiranës, duan të gjejnë qetësi, fëmijët duan të largojnë nga smoku, nga tymi, nga çdo gjë. Mendoj që shikuesve tanë do ju interesoj pjesa e gatimit, gjithë procesit që sapo përmendi Olsi, kështu që pa humbur kohë le të shkojmë dhe të shikojmë gjithë procesin e gatimit. Po, patjetër, shkojmë, i hedhim në sy zgarës gjitha si përgatitet. Rregull. Ndodhemi te pjesa e kuzhinës, jemi me shefin e kuzhinës Rimin, I cili na shpjegoi pjesën se si përshëndohet në gatimin e mishit. Tani, çfarë mishi është? Kjo është pjesa e karantinës. Pjesë e përzollës. Një mish I fermentuar mbi 2 muaj në dhomë frigoriferike dhe është I kullum dhe I butë. Aktualisht me këtë mish, ne kena një klient që e do medium rare, jo të pjekur shumë. Dhe pjesa kësaj bëhet kryp samolaj, bajulliri, piper. Mbasi kalojmë pjekje, që do të 10 minuta në pjekje, pastaj I servim pak me kryp edhe gjalp, rozmarin, që është I shërbim veç, gjalp dhe rozmarin. Kjo është karantin, është tomahawk përmbahet. Dhe vjen nga jashtë, kena edhe të vende që është shumë e shishme se e jashtë. Në moment që marinimin e duhur që duhet. E kuptoj. Mbas tyre, kjo është një kishe. Okej. Që do thotë, sa më shpesoj trash, më e shishme del, më e butë. Dhe kompletëse ka kësaj është marinimi I parë dhe I dytë, që fillon gjalp, rozmarin I dytë që shkon klient në tavolinë. Për sa persona mund të ha kjo lloj? Kjo është për 2 ose për 3. Ky lloj mishi, çfarë lloj mishi është? Kjo është pallaçe viçi. Thjesht për bëjmë marinim me kryp samolaj, dhe pa kena për porosin.
gati, shumë këto. Po kjo brendshme është e qingjit apo e viçit? Të janë të brendshme viçi, me qi, dhe ne i servim në prush, duke i pjek. Që ka gatu perfekt. Qika su. Duhet vini të gostia, në pa tjetër. Shumë i mirë. Ja ku na erdhi dhe pjata tjetër. Edhe kjo pas ka një aromë shumë të mirë. Pajdaqet e qingjit që i pam çfarë duke u marinuar, edhe duke u bërë gati. Dhe tani jemi në përfundim. Që shifeni. Një mish që se besoj se ka nevojë për fjalë. Ne do vazhdojmë të shijojmë drekën tonë, ju ftojmë që edhe ju të vini të shijoni gjithë gatimet që ka restorant Gostia. Njëkohësisht do donim shumë që na sugjeroni ndonjë ushqim që do doni të shikonit ju në episodin tonë të radhës dhe deri atëherë shifemi. Mirupafshim. Mirupafshim.